dhe tetovë. Për analistin Imer Selmani, rezultatet e raundit të parë të zgjedhjeve lokale në kampin shqiptar nuk ishin dhe aq të pritshme, pasi sipas tij pritej një barazim mes komunave. Selmani pret në raundin e dytë koalicioni qeveritar të marrë 85% të komunave. Sipas tij, dallimi mes AKI-s dhe Vlenit do të jetë më i ngushtë vetëm në numrin e këshilltarëve. Dikund mbi 80%, ndoshta 85% të komunave do të jetë fitues koalicioni qeveritar. Domethënë VMRD, po më ne Vleni dhe Znam. Ashtu që ndoshta në kampusin politik shqiptar, fitoria e numrit të komunave, nuk flasim tani për këshilltarët, se për këshilltarët do të jetë më i balansuar rezultati, po fitoret në nivel të komunës, ku edhe me një vot fitohet plus, është një favor të dukshëm për Vlenin dhe ndoshta edhe vetë Vleni nga këto rezultate që do t'i marrë gjerë në fund do t'jetë pozitivisht i surprizuar, jo i befasuar. Duke folur për bashkëpunimin me ndonjë parti tjetër politike në raundin e dytë të zgjedhjeve e në veçanti në Kërçov, se cilin kandidat do ta përkrahin, Arben Fetaj nga Vlen tha se kandidati i tyre për këtë komunë, Fatmir Limani, është prononcuar për këtë, megjithatë pritet që të vendoset në kryesinë e Vlenit. Për sa i përket Kërçovës, aty ka fol Fatmir Limani. Fatmir Limani është prononcuar duket 2 herë, një herë në paraqitje në para mediave, pastaj dhe sot në Facebook. Për momentin ky është qëndrimi i vetëm në kuadër të koalicionit Vlen dhe duhet të ulemi në kuadër të shtabit, në kuadër të kryesisë së Vlenit dhe të nxjerrim qëndrim për rrethin e dytë të zgjedhjeve. Sa i përket kërkesës për zgjedhje të parakohshme, analisti Murat Aliu, bazuar në rezultatin zgjedhor, tha se nuk ka bazë që koalicioni opozitar të kërkojë zgjedhje të parakohshme parlamentare, pasi siç u shpreh, referendumi që u kërkua nuk u shpërfaq askund. Unë mendoj që duhet me krahasu për nga pretendimi i tyre, i cili ishte 2 apo 3 me 1, do ta fitojmë Vlenin. Dhe së dyti, këtu nuk është çështja tani më e numrave, është çështja e frymës dhe inercionit që krijohet. Po për momentin mund që në këto numra, por pasi që Vleni nëse i merr ato 9 komuna apo 10 dhe Aki nga ana tjetër ngelet me 5 apo 6 dhe kryesisht komuna periferike, nuk mendoj që u konvenon atyre tani për momentin politikisht me kërku zgjedhje të parakohshme, pasi që referendumi siç pretendohej nuk u shpërfaq askund. Sa i përket mosarritjes së censusit në Gostivar dhe Vrapçisht, sipas Fetajit nga Vlen, ky është dështimi i 2 partive, Aleancës për Shqiptarët dhe BDI-s, pasi siç thon, nuk arritën të bindin votuesin e tyre që t'i votojnë edhe për 1 mandat.